Nga Sanremo vjen mu, nga Sanremo. Ku ma gjithë Që nge bërë Po këshu s'na moj. ka pantena, Eleganza in persona. Kur thon Italia. Vetëm Raul Bova më mungon. Unë duhet të bëj një foto me Rozin, të lutem shumë si që ka bërë sot Rozi. Lëre. Këtu, që da duket edhe logo e Bumit, se s'kemi lënë se të kësaj studio e pa bërë foto. Shkrepe një pak. Mos ma nëzirë korsen. Këtu jemi këtu. Ja ku e bëve dhe foton. Nuk jam e shkurtër se Rozi, po thjesht Rozi është me taka 25 cm, unë jam me qizme. E po një duar të vete për qizmet e Fjorit, ju lutem, aman, ju lutem. Prej se do da shëtër në fund të lutem të tjë karike. Po lërë tani. Po ti të më kështë dhënë që ishe bërë kështu, se dhe unë mund të merja masat e mija. Do vje me kostum, do vje me kostum. Ja, me këto që na undodhën, o Rozi, se bollu morëm kështu me vanitete vajzash, se kështu zakonisht shprehen ikona televizive me vanitete vajzash. Po tani. Të kalojmë direkt në temë. Në halle. Jo, nuk është hall, janë në këto lapsuset që zakonisht bëjnë zyrtarët. Si kam qek. Se ne për shembull që dalim në ekran bëjmë gafa. Edhe na monitorojnë, edhe dalim në rrjetet sociale, edhe na komentojnë. Ndërkohë që shkresat e ministrive, sidomos, nuk është se i monitoron kush. Vetëm kur i marrin e shohin, do të thonë, ti shef një shkres ministri dhe thua, o zoti, ma te ka mbaruar betaren ky robi apo nuk e ka mbaruar betaren? Ministri, për ministrin e kishe. Ky ministri. Ndërkohë ka edhe kështu lapsuse. Nuk di, ja vë vete emrin ti Rozi, se zakonisht ti e përcakton se unë tregojmë ca jashtë. Aman tuaj që ka ndodhur se mëra në dorë një shkresë e Ministrisë së Zhvillimit Urban. Ministria, zonja Eglantina Gjermeni, ka shkruajtur, ka dërguar një shkresë më datë 23 apo 25. Jo, është 23 i pari. 23 i pari 2017. Në janarë, tani. Tani muaj në shkuar. Dhe i drejtohet zotit Artur Zoto. Zoti Artur. Përshëndetje. Çfarë është? Drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Pra viti 2017, janar, dhe Ministria Gjermeni i dërgon një shkresë Artur Zotos. Folë, Rozi. Folë se unë fola shumë. Po nuk e kem Facebook, zonja ministre, se nuk është me drejtori i përgjithshëm i burgjeve, zoti Artur. Pra, nuk na ndodhet më, ka qenë në korrik të 2016-ës agushta, nuk kam bajmë Ku ke qenë, zonja ministre, ku ke qenë? Ke qenë me pushime, a? Vetëm ju dhe Gena keni qenë me pushime, ne tjerët në shtëpi. Po Gena kush është? Gena është ai këngëtari që këndon. Më mirë me ty. Jo, më mirë me ty dhe fukara. Se sa pa ty dhe i pa... Do të ja ka futur fare kod Genave këtë teksti, po s'ka problem. Nuk bën këtë teksti, nuk është për mua për ty kjo. Pra, zonja ministre, kemi zotin Miklovan Kopani, tashmë drejtor të përgjithshëm të burgjeve. Kot sa për informacion. Kaloj një nga burgjet të prezentojmë me drejtorin. Po, nuk do të prezentohet, do thjesht t'i drejtohet kështu në mënyrë formale, Rozi. Ja, ta kishim bërë të dyja këtë gafe, do fillonin. Shi që kam bërë, po neve... Jo, shi që kam bërë. Ato të dyja fyen rënd drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, do thone. Shtu të nuk e dinin as emrin. Tu shkojnë tani, ta hajtë peshk mëj. A e ta do shpirti tani një? Tani në darkë njerë, se ne hamë mëngjesin. Darkën si italianët, kështu shpejt. Po ta shi, se më preke në mëngjes. Unë faktikisht në mëgjes, unë... E do i karkalec ti më mëgjes. E dua, një karkalec dhe një fileto peshko e dua. E di. Pa i dalë gjumë e në karkalecit. Op, në goj. Do shkoj në Divjak, prandaj. Aman të keqen, aman. Hale, kjo dynja, hallit nuk i ngjan. E ke dëgjuar këtë shprehje? Jo, kam dëgjuar atë, mes një detit të gjërë është një lumi tërë, se shtu, atë kam dëgjuar të tërë. Ja, e thëna në të bërë, është në mes një lumi tërë. E mirë, por jemi afër detit, jemi në Divjak. Më saksisht jemi në fshatin Gur të Divjakës, të njësisë administrative Remas. Unë nuk e di, me thënë drejtën, se dhe nga geografia kam qëlluar një qikë shu drume pre, nuk e di a e kanë detin afër apo jo, po di që ka një pikë grumbullimi mbeturinash të tmerrshme fare pran banesave të tyre. Po edhe peshk, edhe koka peshku, edhe hala peshku, gjithë shka hidhet aty. Ke prasysh atë erën e peshku? Po, një arome letë peshku. Imagjinoj, ti gdhiesh në mëngjes, edhe del hap dritaren për të aerosur shtëpin dhe të futet ajo era e tmerrshme. Jo, është e mirë aroma. Arom divjake, arom divjake. Shtu të them, ndiqe pak me Rozi, ndiqe. Këti i them hallun.
Udhëtuam drejt Divjakës për të bashkuar me banorët e fshatit Gur dhe për të dëgjuar shqetësimin në lidhje me plerat që hidhen shumë pranë tyre. Këto plera kanë 4 vjetë, po 2 vjetë kanë gjithë fshatrat që zbrazën këtu, dhe kemi shqetësim nga era, nga qelpsirat, nga gjitha, kemi fëmijët e vegjël, kemi pleqëri, ujtë i pishëm na qelbet kur bie shiu, përërimet na kalbën, na prishën, ju bie smunja, çdo gjë në shkatrim është. Vijnë 60 fshatra te ky vend këtu, që ky nuk është vend turistik quhet. Është vend turistik. Tani kur është vend turistik edhe nuk ka vend për plera këtu. Se gjithë kjo, kur bie shi, kjo shkon në lagun. Plus neve që na dëmton që jemi shumë afër plerave. Shiko pusin. E kam bërë pusin 4 milion lek. Nga shteti unë s'kërkoj as punë, as buk, as ujë. Jam mundur me forcat e mia. E gjitha i kam bërë. Tani shtetit mi prishi mua. Shikoj. Kjo është cilësia e ujit që del nga Ujti që 82 metra pusi, 4 milion lek. Ma ka prishur, shkak është plehu këtu, kur bie shirat shikoj tani. Ku të vetet pi ujun? Vaditja nga ky ujë, më ka tha lakrat. Janë jo më afër se 150 metra shtëpiat nga mbeturinat. Mbeturinat në një vend do hidhen, ne jemi koshient për këtë punë, po jo 100 metra nga shtëpia ose nga rruga kryesore. Kemi vajt 2 herë në bashki, kemi folur, na kanë thënë që do rrin deri me një farë kohe, pastaj deri shtator anë tetor do i hiqen se do t'i çojnë ku kanë përgatitur një pikë. Nuk e dia nëna Semani, na thojnë anë poshtë. Gjanë bot nuk e ve njëri ujtin zjarr prap. Ja ku i ke. Na 3 makina që i binin, na 4 fshatrat e 5, 60 fshatra prap tu vinë për plasën. Kjo është bashkia jone. Vinë derë na kërkojnë votat, pastaj aty na i rrasin prap. Kaq është ajo. Kërkojmë nga shteti që të marrin masat që këto plerat të ikin diku tjetër. Domethënë janë shumë afër, është gjuna, domethënë do ulet edhe pillueshmëria domethënë. Opa tokës dhe e robëve, nga smundjet. Drejt në ky është domethënë shqetësimi i madh, sa kemi për të ne nuk do bëjmë luftë me shtetin. Ashtu si që përmendën dhe vetë banorët, stina më problematike është ajo e dimrit që shoqërohet me rreshtë shiu, ku këto rreshtë shiu ndihmojnë që këto mbeturina, përmes këtij porroji që gjendet këtu afër, të kalojnë në tokat e banorëve dhe më pas të derdhen në lagunën e Karavastas. Kjo është mënyra se si rrjedhin ujrat nga vend grumbullimi i mbeturinave në fshatin Gur të Divjakës. Kjo është situata në një ditë me diell dhe me erë, mendoni pak se ç'ndodh në ditët me shi. Kisha një shpresë dhe kot më thua ke qikur ka filluar emisioni që mua më thua shpresa vdes e fundit, po dhe shpresa pas ka vdekur, ne nuk kemi më shpresa të ikim as në fshat. Se që nga për fshati. Okej, se qytetin e kanë ndotur, e kanë bërë që të them, po edhe fshati, shiko në gjendje është, Rozi. E të mërshme, imagjino... E ndryshuam fshatin, e bëmë qytet, partinë në najon për jet. E keni bo fshatin, më kej se qyteti. Plera për plera, kjo përnoj mos e... Plera! Në kuptimin e parë të fjallës. Të para me të dy të treta, pastaj e dy vetë. E kanë rilindur pra? E kanë rilindur fshatin? E ben qytet. E pe që kanë bërë apo jo? E ben qytet. Një bomb e vërtet ekologjike, Rozi. Sa fjallë të madhe thashë. Qytu ati, pra ndaj këtem në shpion edhe i përsëris edhe kujtoj vetëm gjysmat. Se nuk i mbaj mend të tjera. Do të flasim sërish për hallin e madh të banorëve të fshatit Gur, të njësisë administrative Remas, të Divjakës, Rozi. Do kthehemi në pjesë të dytë, por përpara se të kalojmë në publicitet, unë dua të falenderoj sponsorin ton gjeneral Rapidol S. Ti do më qerasesh me një çaj. Faleminderit që falenderove Rapidol S. Mund ta falenderosh vetë Krakon se mi ke pirë të tëra? Pa tjetër, Krako.
me që ja pas kam pirë Rozit, po normalisht Krako nuk mund të lihet kështu në tavolinë. E disa vite kanë trek Krako. Ta refuzosh, ta dënosh me mos përfillje. Sa vite kanë trek? 20 vite kanë në trek. Është pangjyrues. Po sigurisht, pas një lloj konservanti. Shije e jashtëzakonshme. Do të shkojmë në publicitet? Më fal. Vazhdo, më fal. Ideal për këtë stinë të ftohtë. Megjithëse erdhi pranvera dhe në pranverë shijon jashtëzakonisht shumë. Fjori, mirë që të pi çajin, po të merr dhe ekskluzivitetin. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në Bum. Control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, hypnotize. Pull another one, it's alright. I know what you want. Get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie. Ajde Fjori se I kam gjitha lekët këtu, nuk I kam hedhur andej, mos kërko kot. Jo, e ke parasysh Rozi, kur e ndjen kështu studio si shtëpinë tënde, edhe rri dhe del edhe shet, çfarë ndodh. Kërkon lekët e mia, po. Po, po ti im ban në llogari bankare, moj, nuk ke llogari, nuk kam besim. I kanë futur në baule dhe I kanë mbuluar me caplera. Po, në baule. Sa kisha pa e dëgjuar këtë fjalë, moj, që në kohën e gjyshësime, moj. Më fal, po ne jemi vintage nga natyra. Kështu keni qëlluar. Për çfarë po flisnim në pjesën e parë të emisionit, Rozi? Për plerat. Për mbetjet, ti quaj mbetje më mirë, a? Si quaj do të mbetje se unë kaloj andej dhe më vjen era pler. Një aromë lehtë pjepri. Ishim në fshatin Gur të njësisë administrative Remas në Divjak. Në pjesë të parë të emisionit, banorët e këtij fshati janë vërtet të shqetësuar sepse mbeturinat hidhen fare pranë banesave të tyre. Vendi I hedhjes së mbeturinave është kthyer në një pikë të vërtet grumbullimi. Dhe banorët I kanë ose përballë shtëpisë ose përbri shtëpisë. Banorët I kanë aty, po I ke parë gjithë janë me fytyrë kështu se I vjen re keqe. Nuk është vetëm problemi I aromave, se ajlja bën dermanin, bën një gaz përpara, po uji është I kontaminuar dhe banorët e fshatit Gur janë detyruar vetë të bëjnë analizat e ujit dhe rezultoni I kontaminuar. Sigurisht, një pyetje kam unë që I bëjmë vetë këta analizat banorët. Po kush t'i bëjnë, shoku im, vetë t'i bëjnë. Janë gjithë doktora këta që jetojnë aty. Po jo, më I marrin mostrën e ujit, e çojnë në laborator, e analizojnë dhe kaj se kanë hallë. Mendova se kishin po laboratorën për shtëpia. Po çfarë thonë ata që janë lart? Ata që rinë lartë. Ata të votuarit, ata të zgjedhurit. Ju pëlqen të rini lartë? E di çfarë thonë, moj? Aty rini. Qatë keqe ka? Tu është caktuar pika e grumbullimit. Madje, guxojnë ta quajnë dhe landfill. Një shkallë më lartë, se përpunojnë ato mbetjet aty. Çfarë do të thënë? Ja pra kjo pika ku përpunojnë mbetjet. Si e quajnë? Industri e vërtet. Si e quajnë, moj? Si e quajnë? Landfill. Landi nga fieri që nga ky që pas ka mbledhur gjitha këto. Pra guxojnë ta quajnë landfill, jo një pikë të thjesht grumbullim. Shqip, landi nga fieri, landi nga fieri. Po fiks që banon në fshatin Gur, kështu po e vendosin. Po landi po çdo në fshatin Gur se nga fieri. Kjo pika e grumbullimit pas ka dhe kapacitet përpunues me sa duket. Ti s'më beson asnjëherë mua dhe nuk e kuptoj pse ke këtë predispozitën që të bësh shaka. Jo, më duhet ta shoh me sy, unë ta shoh me sy. Po ja. Ja ta shohim një me sy. Pasmi është njësia administrative e Remasit në të cilën përfshihet dhe fshati Gur dhe do të bisedoj me administratorin për të kuptuar se çfarë po ndodh me atë pikë grumbullimit të mbeturinave pranë këtij fshati. Në atë zonë me të vërtet nuk po ndodh asgjë. Bashkia bashkë me njësinë administrative e Remasit kemi bërë rrethimin e vendit dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Ka një vendim të këshillit të asaj kohe, një vendim I këshillit të komunës që është marrë më datë 10/3/2014, ku ka qenë kryetar komune e asaj kohe, zoti Agim Rredhi, bashkëpunim me këshillin e komunës. Dhe ky landfill, ose ky vend grumbullim Klerash, është për njësinë administrative e Remas, të 8 fshatrat. Dhe çdo ditë bëhet pastrimi rregullisht dhe depozitohen në vendin e grumbullimit. Nuk ka asnjë ankesë as nga një banor I fshatit Gur. Asnjë, as me shkrim, as me gojë. Nga administratori I Remasit na u vënë në dispozicion vendimet e vitit 2014 që përcaktonin si
pikën e grumbullimit pikërisht atë pranë fshatit Gur. Këto vendime janë duke u zbatuar deri në ditët e sotme dhe nga ana administratorit na u tha që pranë kësaj njësie administrative nuk ka ardhur asnjë lloj ankese nga banorët e fshatit. Sikur më ke rënë në pako për vit të ri të kam. Më je bërë si gjyshja, nuk lë qok pa bërë, i brodhe të tërë. E she. Vetëm gërmon, e keni parë, vetëm gërmon, po të shkemo, lëri njerëzit rahat, duan atje, ato plerat të rinë atje, dhe të rinë plerat. Plerat, të lutem shumë. Me thënë, aty një mali madh me plera është, po ti zëj, thua shu dhe, thua. Si them? Landfield, lutem shumë. Landfieldi, me kapacitet të plot për punues. Kur thash unë në pjesë të parë që është një bombë e vërtet ekologjike, nuk ma besove ti, Rozi. Ma dje the, apo e thash vetun, që shke fjale madhe që thash, e thash vet. To, i thua veti, se edhe mi gjitë mua. E di, por bashkia. Ti e di që pas ka shkuar në bashkim duke. Një shkallë më lartë se njësia administrative. Më falni juve të bashkis, si është atje lartë në bashki mirë është, atje rini në bashki rini lartë. Më zemër gjërë, se e di që funksionon gjitha ajo zonë me turizëm. Ku shkojmë në verë? Tek plerat. Po shkojmë të marim reze djeli në plazhin e Divjakës. Në plera, në plera. Dhe sigurisht, pastaj themi neve pse ka kaq shumë shkonja në Divjakë. Pra pse ka kaq shumë? Tani më le të pys? Pra pse ka kaq shumë shkonja në Divjakë? Po ja pra, e kupton se si bëjnë këto pikat e grumbullimit të plerave. Fjori, tani do kthehem serioze. Po ti po të duash qesh, po të duam mos qesh. Kaq më ka piskuar Divjaka një ditë Trisha. Kaq. Më shkonja se Divjaka s'të bën gjë dhe si mund t'jetë thumbi më shkonjës kaq. Moj Divjaka më ka piskuar, se në Divjak shkova. Miskori nuk e njia unë. Mos të ka piskuar ndë një krah avioni nga ai që ra atëhere moj. Dhe se ke ndjerë moj. Se kam atë fatun të më bie në një avion sipër, po se shifsha mua ti. Larg shumë, po të ndjekim pak më mirë bashkinë e Divjakës, çfarë na thot për problemin e banorëve të fshatit Gur, të njësisë administrative Remas, se po nuk e thash gjithë nuk quhet. Ta ndjekim pak. Ju drejtuam bashkisë së Divjakës në lidhje me problemin e ngritur nga banorët e fshatit Gur. Nënkryetari i kësaj bashkie na premtoi që shumë shpejt ky problem do të marrë fund, jo vetëm për këtë njësi administrative, por për të pesta njësitë administrative të qytetit të Divjakës me ndërtimin e një vendi të ri për grumbullimin e mbeturinave. Për sa i përket vend depozitimit të mbeturinave, ne po vazhdojmë të depozitojmë mbeturinat në përnjësit administrative në vendet ekzistuese, siç ka qenë, siç është në Divjak, në njësinë e Divjakës, në Tërbuf, në Gradisht, në Grabjan dhe në Remas. Në kuadrë dhe të planit të ri rregullues, që po miratohet për gjithë bashkinë, do të jetë dhe vend depozitimi i ri. Pastaj mund të jetë në nivel landfilli, mund të jetë në nivel të grumbullimit të mbeturinave për gjithë bashkinë. Kjo pastaj është një pjesë tjetër që ngjelet për tu parë. Por kjo do të marrë zgjedhje një herë e mirë, mbasi të mbarë dhe plani rregullues, plani vendor që do kaloj shumë shpejt për miratim. Jo, po u tregua me këm në tokë, apo jo? Sa ne po mendojmë për ndërtimin e një landfilli, po mendonin, pastaj do ndërtohet projekti, pastaj do zbatohet projekti, do me thënë, ka ca kohë. Do vinë ka ky landi nga Fieri në Divjak. Nga e thona në të bërë është në mes e diti, Rozi. është në mes, ja ka që i tërë. është ai deti i tërë, por ama, të pak të njep një zgjidhje më modër. Tash një pyetje. Edhe jo vetëm për fshatin Gur, ti të më bësh 5 pyetje, po për 5 njësi administrative po mendohet. Tani se ne shqiptarët jemi çik popull i dhimbshëm. Edhe nuk të vjen, po jemi kemi qelluar kështu. Ka bashkëtu me këto plera ato shqiptarët atje në balkon dilin, aron plera çdo ditë. Tani si do t'i shkëpusi ky kryetari i bashkisë këto nga plerat me landin nga Fieri? Se ka një, si thot anglisht, relationship, si thot? Relation, relation u thoshka. Si do ndahen? Kush të ndau prej meje? E ke gjetur. Kush të aprishi zemrën? Kush të ndau? Kush të mbushi me dje Dhe jetosh pa mua Stop! Mos ta bëjmë kështu
një këngë, një problematikë se edhe nuk mbajmë shumë, nuk e di, që në ka me mosh, unë kam filluar mallëngjeme dhe me fjalët e mia, Rozi. Nuk jam mirë. Por... Merremi lehtëshëm, kalojni lehtëshëm. Shpresojmë që problemi i madh që kanë banorët e fshatit Gur të zgjidhet sa më shpejt, dhe jo vetëm për fshatin Gur, por për 5 njësi administrative, siç na tha dhe nënkryetari i bashkisë së Divjakës, por kur ne po punonim për të trajtuar këtë problematik, futëm në faqen zyrtare, se ti e di mo, tes një qik për të futë online, o zot, o zot. Po nuk googlove aty të googlosh? Mirë, aty, ja, aty isha. Mos shkruajte ndonjë status e të fikderën ti. Jo, moj po navigoja në internet dhe ndër të tjera, në faqen zyrtare, në faqen online të bashkisë së Tiranës, së Divjakës, më falni, konstatova se kryetari i bashkisë së Divjakës kishte moshën e Abelit, moshën e djalit tim, 4 vjeç. Ditëlindja 2012, nuk më beson mua, moj. E ka ftuar bardhoshen në ditëlindje, apo se ka ftuar? Në librin e rekordeve Guinness do hy kryetari i bashkisë së Divjakës. Ditëlindja 2012. Ja, shifa, apo shë? O ty pas kanë dalur dhëmbët. I kanë dalë, tani do dhe një kostum dinosauri, kryetari i bashkisë, ose një kostum Spider-Mani, po kur i mbush 5 vjeç, moj? Ato 5 kur i vën? Do të qojmë në shkollë, do mësosh, do bësh kryetari mirë, në një të ardhme. Ja të shojmë. Edhe priti që të bëj një thirrje për djalin tim. Dëgjo, 4 vjeç i biri botos edhe është bërë kryetar bashkie. Qa bën ti të keqen mami? Ti akoma të të mësuar të hash vetë, e shet? Dhe mos po kërko më gjëra, vetëm të sjellësh lek në shtëpi. Do të fusim mik të bëjmë kryetar bashkie edhe ty. Të keqen, unë kënë ta mbyllim tani se nuk është se do ma dëgjoj shumë thirrjen. Me këtë që e ka nga emocione se o t'i bëhet çuni kryetar bashkie. Ngretu ngret që u bëftë mamaja. Okej, Fjor, duke i falenderuar publikun për vëmendjen, ju lëm takim nesër mbrëma në Bum. Natën e mirë. Natën. Fuck you, I'm famous.